deri në fund, sepse unë nuk besoj që ka diçka më fisnike për t'u bërë sot dhe diçka më frymëzuese për një njerëz që i shërben publikut, që është në angazhimin e jetës publike, se sa ta mbrojë besimin që i është dhënë me votë të lirë të qytetarëve të lirë. Besimi për drejtuar jo vetëm kryeqytetin e Shqipërisë, një punë administrative, po kryeqytetin e gjithë shqiptarëve, një punë jashtëzakonisht simbolike, një qytet që rre me pulsin e gjithë kombit tonë. Dhe kur beson që i dhënë gjithçka për këtë mandat të qytetarëve, vjen arsye për cilën të largojnë nga detyra. Dhe citoj: mos prezenca në detyrë për më shumë se 3 muaj. Nuk isha se si të më fyrin më rënd se kaq. Nëntër ka qenë fyrja më e rëndë e jetësime publike, dhe këtë thot dikush që ka dëgjuar fyrje dhe legjenda urbane dhe fantazi pafund. Po kjo është fyrja më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi, nga njerëz që më njohin më mirë se kushdo tjetër, dhe që nuk denjuan as të më ftonin, as më njoftonin, as më dëgjonin. Zoti i falt. Lutem çdo natë për ta dhe them Zot fali se nuk di ç'kam bërë me atë vendim. Kjo akuzë nuk më lëndon për fjalën dhe shkresat e shkreta që ka prodhuar, por për padrejtësinë që ajo përfaqëson. Siç thot shpreha, two wrongs don't make a right. 2 padrejtësi nuk prodhojnë më shumë drejtësi. Pra, padrejtësia e shkarkimit mbi padrejtësinë e ndalimit dhe të shoqërimit nuk e bën vendin më drejt, prandaj kemi përfunduar në gjykatë kushtetuese, sepse padrejtësi mbas padrejtësia nuk prodhua më shumë drejtësi. Sepse të thuhet, citoj, Erion Velia ka munguar në detyrë, nuk është thjesht cinizëm me këtë tipin që quhet Erion Velia, por është një cinizëm me atë që është e vërteta, çfarë ka ndodhur në këtë vend, në këtë qytet, dhe në fakt është një cinizëm me ligjin, me kushtetutën. Mbi të gjitha e thënë nga ata që kanë qenë dëshmitar të rrëmbimit tim nga zyra pas një akuzë, ngjan si një mesazh pasigurie për çdo që nesër mund të shënjestrohet për arsye politike. Ngjan si një mesazh se në këtë vend sundon dëshira dhe vullneti politik, po jo ligji. Nëse është dikush që mund të ankohet për mungesë time, është vetëm nëna ime dhe familja ime. Aty ka marrë mungesë 10 vjet rresht, teksa përgjigj detyrës i shërbej këtij qyteti. Ata i kam takuar, djalin tim kam takuar më shumë në Burg se që kam takuar në Lirin. Ku i lija në gjumë dhe i gjeja në gjumë për shkak të kësaj detyre të këtij përkushtimi. Fort e nderuar, antar gjykatës kushtetuese, që nga dita e parë kur betova në vitin 2015, si kryetari i Bashkisë Tiranës, jeta ime është bërë njësh me këtë qytet. Kush jeton në Tiranë e di këtë nga përvoja personale. E kam drejtuar me gjithë forcën time shpirtërore, mendore, fizike, pa kursyer asgjë nga vetja. Ky qytet në fakt ka qenë familja ime e madhe. Unë nuk pretendoj se çdo gjë e kam bërë mirë, dhe ndoshta nuk është ky momenti për të folur për këtë. As që çdo gjë që kam dashur të bëj kam arritur ta bëj. Por një gjë e di me siguri, askush nuk mund të më akuzoj se nuk kam qenë në krye të punëve të këtij qyteti dhe detyrës time të shenjtë. Sepse kush thot se unë kam munguar, fyen inteligjencën e gjithë qytetarëve të Tiranës që ma kanë besuar 3 herë me radhë, pikërisht sepse e pan me sytë e tyre për kushtimin tim, dashurinë për punën edhe për këtë qytet.